Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë në Shkodër ka dërguar në gjyq 4 persona të akuzuar për pastrim parash me vlerë rreth 500.000 euro përmes transaksioneve dhe veprimeve bankare fiktive. Sipas hetimeve, ata dyshohet se kanë përdorur kontrata dhe veprime të stimuluara për të fshehur origjinën e parave. Shuma e dyshuar është sekuestruar gjatë hetimeve. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër u njofton se përfundoi hetimet dhe dërgon në gjyq shtetasit AC, AG, GG dhe VJ për veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale me pasoja të rënda, parashikuar nga neni 287.3 i Kodit Penal. Nga hetimet mbi procedimin penal numër 1210 të vitit 2021 u arrit të provohet se shtetasit AC, AG, GG dhe VJ në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer kontrata shkëmbime pronash, durime dhe shitje dhe veprime bankare fiktive me qëllim pastrimin e produkteve penale në shumën 500.000 euro, shumë që është sekuestruar nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër.